Edhe I lloj justifikimi moral për disa gjëra, qofse deri dje fjala vjeshe I detyruar më do interesosh do bësh të copë për tjerët, ose të paktën justifikimi, tash e ke më të kollaj thova, s'kam gjë në dorë. S'kam gjë në dorë. Kjo të jep një farë lirie, sigurisht edhe sensi I kohës, kam ato lloj detyrime. Gjithsesi, unë jam njeri jam mësu, si më thënë, me bë këtë punën publike, edhe sigurisht që mungon ajo, që t'jemi sinqert, bëj hipokritin. Të mungon pak? Po, ideja që ore këto po flasin, duke se po thonë ca gjëra si qëndrojnë, ose po t'isha do I thëshë ndryshë. Kjo sigurisht që mungon. Mirë po, si çdo gjë që ka një fillim, ka dhe një mbarim, ka një gjë, duhet ta pranojmë si gjë e natyrshme. Duke dash sikur ti e kërkove vetë këtë dalje të butë kështu nga... Jo të butë. Nga parlamenti kuptimin... Të dalë, jo të butë, dalë koklartë një farë. Po pra, në këtë kuptim. Po, të dalë si burrat, më votut mirë, s'më votut... Po pra, po, e ka tjena nuk është se tu ashtë nuk është se sakrifikove kësa radhe për të qenë pa tjetër. Ja, absolut. Dhe nga këtu lind pyetja ime dash, se po t'ishe për të qenë pa tjetër, isha poqë atje, I pal nga ato që të bëjnë pa tjetër. Do ishe futur listën e Berishës, trosh ma beti, si që ishe ratë me kaluar. Si që kanë qenë tjerët të vite, si që janë sot e këtaj ditë. Pra nuk je për pishmanta? Nuk jam për. Fare? Absolutisht, sepse unë biles për këtë punë e bërë, që t'jap një sinjal, ore ka njerë si mendojnë ndryshë. Qofë se do vazhdoni të mendoni kështu, do ndodhi kjo si që ka qenë për herë, dhe fatkesi që ndodhi përshë. Si që pata parashikë. A me ndonë se do I mungoj një mëndje kaq interesante dhe kaq smart si puna jote në parlament dash? Parlamenti mund të mungoj një njeri, si me thënë që njifte punët, kështë një eksperiencë. Dhe që dine të fliste, dine të... Jo, te unë do vazhdoj të them, do vike dy. Jo, qarë, do shkosh po. Bile, unë këtë mendova kur nuk u zjoj, e thash tani dash, jam kurios të ditë, do shkoj më në për studio televizioni, apo nuk do këtë ma zjipë? Do të shkoj që të rujt, a thash, jo thjesht imazhin publik, po qoftë se kam ca ide, du t'i them prap. Pra në qoftë se ke gjëra për të thënë? Po, kam gjëra për të thënë dhe unë besoj, si t'i them këtu, si t'i thoja atje, kanë njëjtën peshë, sepse gjykoj që një deputet I ri që s'ka eksperiencën time, as peshën time, kuptohet që nuk është se po e thaj dhe them unë studio pas ka një diferencë, vetëm se ka një mandat deputeti. Thjesht ka një foltore që dhe atje të shtirë këtë Jo, se unë kam bërë jetë publike dhe jetë politike dhe pa qenë deputet. Qartë. Edhe e di këtë punë që nuk është domosdoshme për të qenë atje deputet, me këtë nuk du të justifikoj rezultatin që ndodhi, por gjithsesi të thash, një njeri që gjithë jetën e kam bush, edhe jetën e vetë personale, e kam bush me gjëmë publike, me analizën publike, me angazhimin publik, unë besoj që sa kohë kam akoma energjie, mundësi për të punu, se kam I farë moshe, po nuk jam se jam 100 vjeç. Edhe them që se unë jam 67 për 68. Kështu që për politikën është një moshë farë normal. Nuk je 68, s'ka mundësi. Por, Zërbe, 68 për punë ditë. Po ti I ri fare o tash? I ri fare, po nga që kam 35 vjetë që bëj këtë punë, edhe më shikojnë. Edhe gjithë jetën kam qenë po me thënja që I ri. Pse shtyve, për të matë, digjo, pse të nuk është dhe një 2 mandate? Qiko, nuk... Patën të ikje 78. Sa shpone, Marca, ajo s'ka rëndësi, unë të thash... Nuk të ishe më I vjetë, realisht. Këtë kontributin tim publik, unë do vazhdoj të japë. Për ato tema që bendoj që I di, për aty ku... Dhe një pyetje personale, se në intereson të gjithë, dashti jeni transparent që nuk I fshej gjëra, dhe I thua. Sa është rroga jote tani pas 6 mandateve? Pensioni jote sa është? Nuk e di, se këto ditë po merrem, bile se e kam një bresë në punë, se kam datë qynë mjesë. Do filloj të regjistroj, besoj që duhet jetë maksimali që merrem rreth 2 milionë. Nuk është keq. Po, 1.800.000, 700.000, nuk e di sa del. Po është bazë mandateve që ke qenë? Në bazë mandateve funksionet që kanë qenë dhe në bazë edhe vjetërsisë punës, sepse puqen të dyja pensionet bashkë. Puqen të dyja, po. Nuk është se është aq. Jo, po flasë pensioni si deputet. Të dyja pensioni si deputet. është 80% e rrogës më duket? Jo, maksimumi shkon 70%. Maksimumi 70%. Që mua edhe sigur më dalje 2 milionë e gjysë, 2 milionë merë, se gjysë tavani. Qartë e kuptova. Por besoj që pensioni shtetëror duhet rrotullohet. Pys kolegët që kanë dalë për para. Po kjo rritja rrogës që u bë mandatin e kaluar për deputetet, impakton? Po, influencon.
këtë gjeneratës tonë, këtë brezën e fundit të përfiton diçka nga kjo. Ato tjere të fatkesisht nuk është se e marrin. Të tjere që s'kan qënë? Që s'kan qenë për para, sepse i referohen pagave të fundit, si edhe pensioni i plegjërisë. është po njëjta gjë. Dash, tani që nuk jem më deputet, kjo është pyetje fundi para se hym tek aktualiteti. Tani që si jem më deputet, me kë je më shumë? Je me Ramsin 4 apo je me Berishën? Unë si jam asnjërin. Unë prandaj jam deputet se si jam asnjërin. Edhe unë jam mate grup njerëzish paka shumë që gjykojnë që ka ardhur koha për këtu për të ndryshuar shumë gjëra. Do në ka dalë kjo fjalla praktikisht sistemi, ndryshojmë sistemi që ndoshta do jetë që përmbysje e madhe që nuk shoh që ka të dhëna për këtë punë, por ta kundërshtojmë paktën sistemin. Dash me qëra fjalla. Mos konformohemi me sistemin. Nuk e di duket parlamenti tani këto kohë që ka filluar. Po çfarë se sa ka filluar. Po le të shohim një video dhe dua një komentin tënd. Jepi le dio plase. 76 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 77 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 78 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 79 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 80 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 81 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 82 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 83 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 84 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Neni 85 pro kundër abstenimi ratohet, dil jashtë. Kalojmë në votim në tërësi, hapet votimi në tërësi me... Kjo do i mbetet Niko Peleshit. E duan se duan kjo, neni kaq, pro kundër miratohet, dil jashtë, është një perl e papar. Dhe dil jashtë është e Gazbardit. Por nuk e ka bërë njeri këtë, as një kryetar parlamenti. Ky e futi si kështu tani. Pro kundër miratohet, dil jashtë, pro kundër miratohet, dil jashtë, është perl. Do mbetet kjo, dashi. Unë gjykoj që se kam parë, po më ka keq. E zbulove tani. Po pse më bukur duket? Mua pëlqeu kjo. Më duk gjetje. Vi ka keq për personazhi vetë se nuk ka qenë për këtyne fejkojve, kupto. Ai mendon se ka gjetë një gjetje me këtë punë. Po pse s'pëlqeu ti realisht? Sigurisht. Jo. Sigurisht që s'pëlqeu, po. As ai, as Niko, as e gjithë kjo si batutë, pse? Po mua pse më qenë më dha, kjo i vjen ndoshta edhe nga që e ka për herë parat e podiumin. Ai duket sikur me eksperiencë të madhe, të bësh të dash duhet kesh një super përvojë. Po pikërisht. Neni kaq, pro kundër miratohet, dil jashtë, pro kundër miratohet, dil jashtë. E tha, më të ketë thënë 60 herë. Ai sa nene ka pas ligj. Po është perl më burr, o dash, se ka bërë njeriu, as Josefina, as kush ka qenë përpara, gjithë ta kryetarët, as ai më vi ka keq, pra se aty kemi dëgjuar lloj marrine se si ishte nevoja për këtë punë. Ai mendon që ka bërë një gjetje që... Nuk e kishte dëgjuar këtë ti? Po ja, me thonë të drejtën. Por them që një njeri që ka një vite në politikë nuk duhet binte në këtë... Ti e shef ndryshe. Mua pëlqen, nuk e di të thëmë pëlqen. Në këtë dëshirën e vogël për të shtru një pushtet, edhe me i shtu dhe një lloj parodie ka mrapa se ka gjoja, i mendon që ka bërë një gjë që... Po s'është keq më dash, pa hajtë, nuk është keq, bukur është, e me Gazi vetë kjeshte. Pra më mirë ta thua shumë dil jashtë se sa të vërtasësh, dil për jashtë, ta dil për... Ai e së thua që inkludoj, pra e futi brenda një kornize. Dhe kjo do mbetet, për shumë për mua, sa herë ta bëj, aq më bukur është. Po pse do mbetet? Po se është gjetje, është gjetje. Se ka një sens grotesku mbrapa, prandaj mbahet mend, se për çfarë mbahet mend? Ai e ka dramatizu, ajo e ka kthy ke grotesku që është kur vjen puna për një institucion si parlamenti, s'do bërë. Kjo është e gjithë. Ajo është përdorë parlamenti. Përdorë për të qesh njerëzit, për të tregu që unë jam i zoti, që unë kam batut. Dash, protagonizmit e Gazbardi, që është kryetar grupi, si të duket? Çfarë bën ky? Protagonizmi i Gazit. Mua më duket trim Gazi. Ti si mendon, ja kam seriozisht. Shiko. Më duket ambicios. Unë gjykoj që trimi i parlamentit është ai që thot sa fjalë të mëndshme. Një, që mbahen mend, që ngjisin. Disa fjalë që dhe nga pala tjetër, edhe në qoftë se nuk ngren dorën të aprovojnë, se gjë që nuk ndodh në Shqipëri, kur dalin atje ke kafja, thonë që më duket se kishe drejt pala tjetër. Qoftë se ti nuk thu nga këto gjëra,
për të bërë trimrin brenda komunitetit tënd parlamentar, nuk është në gjë e madhe. Po thuj se gjithë kur bën ti në i fjallë aty ngreta i grupi jotë, dorë të rokete, grupi tjetër, edhe ty të duket vetja protagonisti i kësaj pune, dëgjut si i thatë ju, se ky në i farë mënyre, Parlamenti i Shqipëri, fatkesisht, po kthehet në Mexhlis. Çfarë kanë traditë shqiptare? Mexhlisin, mbledhjen e fshatit. Dhe ke mbledhje e fshatit. E përdor dhe ky Ramsi ka të shumë të Mexhlisin. E përdor shumë gjithmonë. Mexhlis, është fjalë turke. Po fjalë turke, më kupton. Mbledhjen shesh, një fjalë. Sa i do. Atje dhe çfarë bënte shqiptarët Mexhlis? Mexhlisi mbledhet zakonisht një herë në vit. Për të nda punë të fshat. Qartë. Jo kush e ka marrë ujtin, jo gardë i këtij, rruga e përbashkët ato 5 gjëra. Atje dhe zakonisht, si që kemi ne, se ne jemi butaforik si popullë, si kom, vishemi bukur, pastaj mbahet mend ai që vesh bukur, atje, me Mexhlis, edhe ai që ka thënë disa fjalë që kujtohen. Edhe po të shikosh ti, në Mexhlis edhe fshatarë që s'kishin, po thuj se s'dini shkrim me këndim, po të shikosh fjalët janë të mëdha, janë butaforike, mi po fatkesisht ky mentaliteti i Mexhlisit, për të thënë fjalë të mëdha, për të ato që mbahen mend ato atje, është transferuar dhe në parlament. Parlamenti në fakt është një institucion i kohëve moderne, i demokracisë, i kushtet. Më vjen mesazh, dashur të thotë, dhe replika dhe puna të njëjtën kohë, është momenti për eficiencë, jo për të humbur kohë me debat dhe fjalë bosh. Jemi në epokën e teknologjisë dhe eficiencës. Për këtë, ne jeni kaq, pro kundër, miratohet dil jashtë, pro kundër miratohet dil jashtë. Peleshin duhet ta fusim në kontekst, duan ta shkarkojnë. Dhe një nga mënyrat që mos ndodhi kjo gjë është që ai ka në dorë ka disa seanca që disa seanca rresht që Peleshi nuk e lejon debatin. I ke ndjekur besoj, nuk është se si ke parë seancën. Unë disa e kam parë. Po, pra. Thënë drejtën të thash, nuk është se shikojnë në ndryshim të madh nga ai tjetri. Dhe është parlemrimi i Ramës. Ramsi i tha këtyre, po nuk lejua debatin, tha, po nuk u bindë, tha, nuk do keni fjalë në parlament. Tani, parlamenti është kthyer në një bishti qeverisë realisht, edhe që kur ishte ti, ka kohë që është kthyer në bishti qeverisë. Ka vite që është bishti. Ka rënë parlamenti apo jo dash? Moralisht ka rënë, nga ana juridike. Jo, dhe praktikisht ka rënë, Edhe praktikisht ka rënë sepse majorancat janë kaq të mëdha, sa që nuk kam vend për, si të thosh, për dyshimin. Qartë. Për shembull, që ti je me sa di unë edhe si frankofone, frankofile. Bra më votu në Francë, qeveria... Parëmbrëm. Po, dhe... Me 18 vota kaloj. Kaloj, bas një debatit gjatë dhe kaloj me dyshimin që kalon o pas kalon. Po, që 18 vota, nga 500 kaloj, s'ka rëndësi, po gjithsesi dhe me thëmë parlamenti bante tharmin vetë të sovranitetit popullor, që do të thotë, këtë ka propozu presidenti, është negociu, ka ca partimas vete, po gjithsesi neve parlament. Ne do a vendosim. Dhe në fakt, Franca priti deri kur e vendosi. Dhe pati një debat, një hezitim, 2 herë rëzun, po këtë qëtim personal. Se ja vlen të merë me ka gjatë me këtë punë, që interesant shqiptarve, po mesazhi është ky, atje ka një parlament. Tu s'ka asë një parlament në i farë mënyre. Atje nuk ka asë kursu, shumicë më dash, është dhe kjo. është një sasi Kosovë. Po këtu të thash, gjërat janë bërë të shi, kaq dominante nga një krah, dhe për kaq shumë vite, sa që në i farë mënyre ato që ushtrojnë realisht pushtetin Shqipëri, që janë praktikisht Edi Rama, nuk po them mas Partia Socialiste, është grupi atit, ma. One show është, po. Atje nuk ka më dyshim që do të hodhim një ligj dhe nuk e kalojnë. Qartë. Çka më kjo punë? Që nga kjo, çfarë i ka met parlamentit? Tash i ka met debati publik, që të paktën pala tjetër të thotë fjalën, ta thotë. Ti je dakord apo je kundër që opozita të ketë fjalë në parlament? Duhet ta ketë se s'bën. Ditën që s'ka fjalë për çfarë parlatif. Po dhe fjala vetë parlamentit s'ka më çfarë. S'ka vlerë. Se të thash për anë të tjera s'ka vlerë. Qartë. Se votimi dihet si do përfundoj, po të paktën debati që njerëzit të dëgjojnë se ç'po interpretohet në parlament dhe të qëndrojnë brenda një kornize kushtetuese. Se s'po bëjnë as këtë më.
se nuk e qujnë nevojshme. Atje, dhe po vite që nuk quhet e nevojshme. Një pyetje dash nga publiku për ty. Të vetmi mekanizëm që kishte opozita, thot, shqiptare para 2008-s ishte detyronte parlamentin të shpërbëj kur vinin zgjedhjet të shpërbëj kur vinin zgjedhjet presidentit, duke mos ia dhënë votat për shumicë të cilësuar pushtetit. Ti dash, thot, a ke votuar pro ndryshimin e Konstitucionit në 2008-ën? Jo. Ke votuar kundër? Njerë, unë nuk kam qenë. O, po dash të qenë fare 2008-ën, harrova. Unë po nuk është kjo puna, unë jam prej aty. Ti të votoje pro apo kundër? Kundër. Kundër kam votu dhe kam 15 vjetë që bëj luftë dhe them ajo kushtetut, a ndryshim kushtetut është aberacioni demokracisë. Se në një familje tani ai e bën që partia që ka pushtetin të mos perdi fare apo në një jo vetëm që partia, se po të ishe partia do ishe gjysmë. Kem partia majoranca me fjalë. Personi vetë. Ajo kushtetut e ndryshoi Shqipërinë nga një republikë parlamentare me gjithë fuqet e gjunahet e veta, të kthesh në një republikë kryeministri, me kancelar praktikisht. Dhe kryetari i partisë zgjedh deputetët, bën listën e bën të mbyllur, nuk mund të argëzosh nga qeveria, nëse nuk ka një qeveri tjetër të gatshme, domethënë kanë vënë dhe disa ferma kushtetuese për të garantuar veten e vet. Rama dhe Berisha dhe Rama në atë kohë, se ishte Berisha kryeministër, do me thënë një sistem bipolar, bipartizan, bipersonal, dy veta, jam monë ti, kur ta marrësh ti, do ta marrësh të gjithën, kur ta marrë unë, do ta marrë gjithën, dhe është katarrimi i demokracisë shqiptare, dhe ne jemi këtsot në këtë situatë, pikërisht nga ajo marrëveshje, që unë ja kam vënë në emrin një marrëveshje e pisët, s'ka më të pisët se kjo, nga gjitha ato që janë për Shqipëri, asnjë s'ka qenë e pastër, por kjo është ma pisa dhe ne pagujmë konsekuencët e ati lloj ndryshimi kushtetues. Ne pagujmë shumë konsekuencët. Të ambientit kultural, të traditës vogël demokratike, të interesave ekonomike, të ndërhyrjes të huajve, të gjitha këto i pagujmë si që pagujmë një vend i vogël pa demokraci të konsoliduar. Por pagujmë në mënyrë specifike 2008. Dhe parëzu 2008, ne këtu flasim për demokraci. Para ndryshimeve kishte vlerë, vazhdon mesazhi, partia e parë duhet sillej mirë për të mbijetuar. Jo vetëm atë, po për të zgjedhur një president duhet pikërisht 3/5 e parlamentit. Prandaj po duhet sillej mirë. Dhe ishte bërë dhe një ligj, në qoftë se nuk zgjedhet deri, shkojmë në zgjedhje. Por urdhë kjo kështu, e di pse urdhë. Në kuptimin që ora kështu dëmtohet qeverisja, pse ne do bëjmë zgjedhje vazhdim. Ajo zgjedhje në fakt, që në qoftë se ti nuk zgjedh një njeri të pranueshëm nga dy palët, shkohet në zgjedhje. Shërbente si deterrent politik, që o zgjedh një njeri, o pranon sa kompromis edhe me palën tjetër, o jepit të drejta edhe palës tjetër. Balans pushteti pra në balans pushteti, ndërsa këto jo thot, e marr unë dhe kur ta marr unë do ta marr me të gjithë. Kur ta marrë shti, merre me gjitha dhe në fakt kjo ka ndodhë. Dhe kjo i ka pamundësuar Berishës çdo shans për të ardhur në pushtet, vetvetja domethënë. Se e ka bërë vetë Berisha. Kur e ka bërë Berisha vetë. Po ishte koshient kur e bëri atëherë? Por absolutisht jam i sigurt për këtë punë. E Rama e ka pranuar, edhe jam i sigurt edhe për këtë punë, me që ishte 2008, po vjen 2009, i fitoj unë zgjedhja, edhe qëndroj unë. Edhe se kishe menduar që do qëndroja i tjetëri dhe 4 vjetë. Pastaj e tjetëri se ka mendu kur që ky me këtë ligjë rrinë dhe 12 vjetë tjera. Atje deri kur erdhën zgjedhjet e kësaj kohe. Dhe zgjedhjet e kësaj kohe që një rikonfirmim i kësaj marrëveshje. Po çfarë quhet kjo politik? Naivitet quhet kjo politik? Kjo quhet maskarellia. Jo, për t'ia fut vetes. Në momentin që ja fut vetes shumë pra. Ditën që ja ka fut vetes, ka menduar me fut vetes, dhe në fakt s'ja kanë fut asnjëherë vetes. Ka fut tjerë, që vetë. Ai në kohë të Berishës mendoj që 8 vjetë mund të rrisë dhe aq u ndetë. Me ekuilibra, nuk e mendojnë brapa? Me LSI-në me shumë, brapa nuk e kanë mendu më gjatë. Se ka menduar që dhe ky do rritë 8? Jo, se ka menduar që ky 8 do rritë, e dishin fortunat, po mos rritë 12 e 16 si që po rritë. Kjo e fundit ka qenë një kompromis, po i njëjtë si ai tjetri, që dihet që këtë rrinë pushtet, po do rrinë unë, do të marrë opozitën, do të marrë o borrin tim. Kjo është e gjithë.
Dhe për hir të kësaj... Ti thua është marrëveshje e pashkruar? Pashkruar. Pra është një kod që nuk ka nevojë të thuhet, po është një kod i nënkuptuar, apo jo? Ne qoftë se merremi vesh ka nevojë të shkruajmë në një letër. Qa perle? Kuptote, unë e di që për të bërë një gjë që të pëlqen ty, që ke interese, jo se të pëlqen, as të du fare ty. Qartë. Por ti bën ndërkohë një diçka që mu më vjen barë, dhe qarë bërë Edi Rama i dhuroj atë ligjë që kërkonte PD-ja, Berisha, ligji me listën e mbyllur, se ma të mbësh në këmpë a i taborri i vogël i deputetve, mba të nxiteshin dhe mbashin bashkë dhe ashtu mbajtën farë. Dhe u mbritën një farë rezultati atje. Jo për të fitu, nuk hynë as për të fitu as gjë. Hynë për të mbrojt teritoret e veta politike. Po ky i gjatë ju tregua furbo. Ja dha, pare mje, ja dha pare, pa luftë, ate kërkun, ate i dha. Pra furbo i gjatë? Po, furbo, sigurisht. A i kishe komplet fushën e lirë, ta është më këptar. Këto dun të kontrollojnë, leta kontrollojnë, me njëri tjetër. Po të ishin një ligjë tjetër, opozita sot do i kishin ja 5-6%, 10% ma tepër. A rrezikon të atë. Me këtë ligjë, së rrezikon të asgjë. Edhe koha në dha të drejt neve që e mendonim shu. Po pra, se ju ishte kundër. E mendum mirë apo të keqe, po unë nuk kam ndryshu mendim për këtë. Po unë po them po ato fjalë. Kush janë përfituesit e kësaj marrëveshje? Ato që janë në atë sallë. Opozita, çfarë ka përfituar këtë? Asgjë. Ka humbë, edhe një humbje shumë e rëndësh, që si ka ndodhur ndonjëherë opozitës, por hir të ligjit se njerëzit janë po këto janë. Edhe plus që pasaj, tu ka dhe ca numra që bëjnë ka shumë zhurmë, ka shumë. Ishe vërtej, Basha, armiku i përbashkët e i gjithë demokracive këto. Po vitin 2021, opozita me Edi Rama në ndanë për 30.000 vota. Qartë. Ndërsa sot ndanë për 200.000 vota, zgjedhjet e fundit. Kjo nuk ka më justifikim, qëfar emri ti vejmë sajtë. Këto? Sepse a i vërteja i Basha, i po të ishe më i zoti, mos që dalë ka parlamentit, ty të nxjedhë lokale, sot dhe ishe kryeminist. Që i ka bërë ato gabima gjithë rënda, është tjetër punë. Ndërsa këto këtë rallë u bënd me koshencë, që ne përshkojmë për të humë, ne se mundim do të atë, për të ruajmë oborrin tonë, sa më, këto të kohezion për qarë shefit. E një loj pushteti ishte aji. Ka që i loj pushteti. Pikon t'i shka dhe atje. Po qërë është aji pushtet? Aji nuk është më pushtet në bi Edi Rama. Edi Rama ka 2 fish në pushteti. Jo, e ka 10 fishim. Aji është pushtet në bi opozitarët e tjerë rival. Kaq. Asë kjo më tepe s'kam. Mi po funksioni opozitës nuk është kjo. As me majtë shefet, as me majtë një grup leadershipi. Është të bjeri një pjesë të popullsisë. Jo i pjesë popullsisë, po të bjerë shumicë në shqiptarëve në pushtet. Në shansë, jo në pushtet, po edhe në pushtet. Në ndryshimin që bjen pushtetin, në progresin që bjen rotacionin, ndryshimi i pushtetit, po t'jetë përmbysja akoma më tepër. Nuk është funksion vetë-vete, qëllim vetë-vete që unë rrinë opozitë se marë ca drejta opozitare. Jo, qofse unë nuk rëzoj atë që është përballë, unë nuk e kam bërë detyrë në opozitarit. Dashi, para të kalojmë tek fabula tjetër, për të komentuar me ty sot aktualitetin, unë propozoj Ledjës të plasi dhe njerë se gjithë njerëzit që hynë tani, dhe që si puna jote nuk kam para atë moment të Niko Peleshit, mirë është të marrë një verë se pse kemi vënë këtë titull, pro kundër miratohet Diljash, ishte perl, është per konteksti ishte thjesht janë parlament, Niko do të mbrohet, ata bëjnë zhurmë, opozita, Niko nuk do të shkarkohet normal, nuk do që të shkarkohet, jo se shkarkon njerëzit, ata s'kan votat, po nuk do fare të bëhet debat. Dhe shikoni sa bukur është new entry, është për herë të parë, u mendoj që kjo do mbetet, që se sigurisht dhe media do e luajnë, si që se luajnë media dhe rrjetet sociale, sigurisht që së mbetet asgjë. Po ne këtu në emision do e përdorim, për të thjesht të kryuar një atmosferë, shikoni. 76 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 77 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 78 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 79 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 80 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 81 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 82 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 83 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 84 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Neni 85 pro kundër abstenimi miratohet, dil jashtë. Kalojmë në votim në tërësi. Ja, pra 30 sekonda për kuptuar thelbin gjendjen aktuale të situatës politike në Shqipëri. Në 30 sekonda
Ndaj, Ledio mba e mirë të video, se të do e përdorim, është një lloj simbolike për të kuptuar se ç'është ndodhur në këtë vend. Për te batutës që është brillante, gjetjes, si batut. Le të kalojmë te fabula tjetër, Ledio, duhet ta kesh dhe gati videon e fabulës tjetër, se si Partia Socialiste, djali i audios po tregon shumë